pas nesër kanë me lujt Shqipnia me Serbinë. Ndeshja para disa viteve në Beograd ishte ndër ndeshjet më armiqësore të mundshme që është pa në ndeshje futbolli dhe ishte ndërprerje. Për shkak se nuk kishte siguri me vazhdu ajo ndeshje pas dronit nga ballisti. Ndërsa tash gjonat kanë ndryshuar komplet. A do të jetë kjo ndeshje armiqësore prap apo do të jetë ndeshje vllazërore, këtë nuk e dim. Natyrisht shqiptarët me serb nuk është se kanë ndonjë vllazëri. Mirë po, ajo që është e rëndësishme është që shefat e dy federatave kanë afërsi jashtëzakonisht të mëdha. Pra dy federata shqiptare e futbollit dhe e serbe janë në vllazëri komplete. Pra edhe ato i organizojnë ndeshjet e jo tifozët. Prandaj ata kanë vendosur edhe me organizu kampionatin e ardhshëm evropian edhe te mosha domethënë U21 dhe UEFA jo ka dhënë vizën edhe ta janë të përgatit maksimalisht për atë kampionat. Prandaj, atë të jetë ndeshje vllazërore armiqësore mbetet e shihet.